Kjo është rruga Prishtinë-Mitrovic, më saktësisht në dalje të autostradës, rrugë e cila lidh me Mitrovicën. Një numër i makinave ka mbetur të bllokuara, si shkak i rreshjeve të mëdha të shiut, por edhe borës që ka rënë. Situata e krijuar në këtë rrugë thuhet se është pasojë e vërshimeve që ndodhen ditëve të fundit në Kosovë. Ndërkohë, makinave të bllokuara në këtë nënkalim i u shtua edhe një automjet tjetër, pasagerët e të cilit u detyruan të gjenin vetë zgjidhje për të dalë nga situata. Na me qef nuk i nëzirëm këtu heqetën, po i thu nalo edhe apet hin. Edhe i thu o bur nalo se s'bo me hi, apet hin. Qytetarët patën ankesa edhe për pjesë të tjera të rrugës, kryesisht për magjistralen Prishtinë-Mitrovic. Da porta një orë këmë dhe qëtu. Qëtu? Jo, në këmë dalën veç. Shka kom jek, marrë është për shtetin tonë. Shtirë bolë okull krejt rruga, komplet. Prej vështëreje deri këtu, krejt okullët. Përveç magjistralës Prishtinë-Mitrovic, të lashe të mdha për automjetet, paraqiti edhe magjistralja Prishtinë-Ferizaj. Për situatën e krijuar në këtë pjesë të rrugës, zyrtar të Ministrisë së Infrastrukturës, Fajni Alan, bizneseve për rreth rrugës. Jemi duke punu maksimalisht që t'i zgjedhim këto probleme, mirë po siç e dini, për shkak të bllokimit të disa pusetave të ujit, nga kyçet ilegale nëpër kanalet të cilat i kemi, kanë shkaktu ujë në rrugë. Në të gjitha këtu kemi vënë sinjalizim, jemi në koordinim me të gjitha institucionet relevante, Policinë e Kosovës, AME-n, dhe po i dalim zot përgjegjësive dhe punëve që na takojnë sipas gjithë legjislacionit në fuqi. Ministria e Infrastrukturës shtoi se pas rreshjeve të borës, të gjitha rrugët në Kosovë janë të kalueshme, por sipas tyre nevojitet kujdes i shtuar gjatë qarkullimit. Kjo ministri tha se gjatë gjithë natës ka intervenuar në shumicën e rrugëve, që janë në kompetencë të ministrisë, ndërsa ngjashëm po vazhdohet edhe gjatë ditës, që nga mbrëmja së mërkurës në Kosovë ka nisur rënja e temperaturave dhe rreshjeve të borës, derisa paraprakisht vendi u përball me vërshime shkatruese. Megjithatë, policia e Kosovës tha se deri më tani është raportuar vetëm për aksidente me dëm me materiale. Aktualisht do thotë rrugët janë të kalueshme, normal me disa vështirësi, edhe policia do thotë ne kemi dhënë edhe disa kërkesa ose detyra shtesë, normal të jenë prezent në rrugë, të asistohen ku ka nevojë, do thotë edhe qytetarët, por edhe ministria dhe kompanitë do thotë që të bëjnë punën e tyre, me qëllim që të kemë sa më siguri në trafikun rrugor dhe mos kemë aksidente. Nuk kemë diçka sa i përket numrit të aksidente, përjashtimisht disa aksidente me dëm me materiale. Mirë po, ne edhe ne bëjmë apel nga gjithë pjesëmarrësit në trafik, sidomos ata që dalin në rrugë, të jenë përgatitur të mjetën e tyre. Ndryshe, për shkak të vërshimeve në disa zona të Kosovës, pati probleme me ujë dhe rrymë, derisa autoritetet u detyruan që të shtynin edhe rinicjen e mësimit pas pushimit dimror deri më 12 janar.